Io non che cucina. Përshëndetje dashur, motra vëllezër, nga Kuksi, nga Hasi, nga Tropoja. Shumë faleminderit zonjës atje që tha, kam parë shumë takime, kam marrë pjesë në shumë mitingje, por ky është më i bukuri që kemi patur ndonjëherë. Tani do ftoj ekipin e qarkut Kuksit. Aristogen Apoga, nga Hasi, Aristogen. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje Kryeministri i Shqipërisë Europiane, mirë se erdhe mes kuksianëve, hasianëve dhe tropojanëve. Unë jam Aristogena Poga dhe jam e privilegjuar dhe ndjej përgjegjësinë që jam e vetmja grua në ekipin e qarkut Kukës. Në fakt, askush nuk do ta besonte që Hasin Edi Rama doja besonte një grua, dikush besonte që kjo është e pamundur dhe sepse mendonin që politika është për burra dhe nuk mund ta bëjë një grua, por fal besimit dhe mbështetjes që na ka dhënë Edi Rama, unë jam këtu si një kandidate për deputete, për të përfaqësuar zërin e gruas, për çdo familje, për të përfaqësuar çdo të rije të re, për të ngritur zërin e gruas në parlament. Faleminderit Zoti Kryeministër për besimin që na ke dhënë.
është momenti historik I Shqipërisë Europiane, që Shqipëria të rënditet përkrah vendeve të tjera të Bashkimit Evropian dhe është momenti ynë historik që Qarku Kukës I bashkohet fitores e Edi Ramës me 2 mandate deputetësh për Partinë Socialiste. Fitore dhe të gjithë së bashku për Shqipërinë Europiane me Edi Ramën kryeministër. Faleminderit të gjithëve. Shumë faleminderit Aristogena, si mund kishte ekipi I lotë pa një grua si Aristogena, pa një nënë si Aristogena. Tani do të ftoj një tjetër pjesëtar të ekipit. Ai ka qenë parlament 2 herë, një herë bënim debate, se ishte nga krau tjetër, ishte nga krau I asaj që sot është kënet. Por në vitin 2019 braktisi forcën dhe u bashkua Parti Socialiste, apo Parlamentet. Eja Alban, eja, largpamës ka qenë Albani, sot me numrin 5. Me gjysmën e ti nga Troja, gjysmën e ti më mirë nga Troja. Shumë faleminderit. I nderuar zotë kryeministër, ministri erdhët mes Kukësian dhe Asan dhe Trojan, që janë të shuar për mikpritjen e tyre. Shumë faleminderit. Ju faleminderit që keni nderuar kryeministrin e Shqipërisë me këtë pjesëmarrje kaq madhëngjishme. I nderuar zoti Shaci me të drejtë tha që unë në 2019 mora një vendim shumë të rëndësishëm. Jo për veten time, por për të ardhmen e Shqipërisë. Shqipëria në atë kohë kishte nevojë për reforma të thella që pa idenë time dhe disa shokëve dhe miqve të mi që kishin vizionin e duar për Shqipërinë Europiane, shumë reforma në drejtësi dhe të tjera nuk mund të miratoheshin. Edhe në atë kohë e kisha besimin e Zotit Rama. Me vërtet kemi bërë debat pjesën e parë, po pas vitit 2019 ne kemi kontribuar për një Shqipëri Europiane. Edhe sot, unë ju kërkoj që atë ide shumë të rëndësishëm, atë vendim shumë të rëndësishëm që unë mora në 2019 për vizionin e Shqipërisë Europiane, që Edi Rama e ka për Shqipërinë 2030, I kërkoj çdo Kukësiani, Hasiani dhe Tropojani, po edhe çdo shqiptari të votoj Partinë Socialiste numrin 5 dhe kryeministrin Edi Rama. Ju faleminderit për gjithçka. Unë kam marrë këtu edhe disa herë të tjera, edhe ju më keni votuar, edhe unë jam shumë I njohës, edhe jam për ullës për para jush. E pra ne ju kërkoj edhe një herë votën për numrin 5 për Edi Ramën kryeministër. Faleminderit. Faleminderit Alban, po teksa Albani flisja pyesja vetën, çfarë arsye duhet ketë një demokrat të votoj Konetën? Kështu që ja ku e keni dhe Albanin, ekipi ynë nuk do të ishte I plot pa një mik të ri të mirë Timin, pa ish prefektin e Kukësit, myftiun e Kukësit, Ali Allachin, cilin e ftoi. Ali. Faleminderit shumë. Së pari ju urojmë kryeministrit mirësi ardhjen në qytetin ton të bukur. Një duarmëritje të madhe. Ju jam thjesht mirënjohës për prezencën edhe për mbështetjen e madhe që më keni dhënë në këto 40 ditë që kemi ecur bashk, fshat më fshat, shtëpi më shtëpi, lagje më lagje. Unë para jush vi si kandidat në 11 maj në zgjedhjet parlamentare me bindjen se qyteti I Kukësit, qyteti I Hasit dhe I Tropojës do na votojnë masivisht dhe ne do e marrim mandatin e dytë për Partinë Socialiste. Unë ju premtoj,
ashtu si që kam thënë në çdo fshat, me çdo njeri, me çdo burr, grua, shok dhe mik, do t'jem një zë i fuqishëm në parlamentin shqiptar dhe do i mbroj interesat e qytetit ton fuqishëm. Prandaj e dua voton masivisht nga ana juaj dhe do jem një njeri i denj, do ju përfaqësoj fuqishëm në parlamentin shqiptar. Kuksi ka shumë pasuri natyrore, ka shumë pasuri njerëzore, ka burime të pashtershme, po ka nevojë për njerëz që ja din vlerën këtyre pasurive. Atëherë, unë para jush dal me bindjen e fortë dhe të fuqishme dhe dua vot besimin tuaj, ma jepni dhe unë dua jap juaj besimin tim. Ne e kemi të sigur, Edi Ramën e kemi kryeministër përsëri. Ua them me plot bindje dhe plot zemër, por fitoria letnis nga qyteti jon Kukës, nga qarku jon i Kuksit. Vetëm atëherë fitoria merr formën madhështore. Me 11 maj, votoni numrin 5, votoni Ali Hallaqin, do ta keni dinjitoz në parlamentin shqiptar. Do t'jem një zë i fuqishëm i çdo qytetari, i çdo plaku apo plakeje, i çdo burri apo gruaje, do t'jem ai që duhet të jem për qarkun e Kuksit. Nga zemra ju jam mirënjohës, ju jam falenderues, Zoti ju bekoft, Zoti ju nderoft, vota juaj do na nderoj. Është një thënie e bukur dhe do e mbyll. Kryeministri i ka shumë qef, në Ramazan i ka përdorur shumë. Është një thënie profetike, e mira shpërblehet me të mirë. Unë, si Ali, çdo kujt që i kam bërë një të mirë, e dua të ma kthej me të mirë. Dhe kjo është vota për Ali Hallaqin, për Partinë Socialiste numrin 5. Faleminderit shumë edhe njerë nga zemra, qofshit bekuar. A mund të kishte qarku i Kuksit një ekip kaq simpatik dhe të denj sa ky që dëgjuat? Dashur motra dhe vëllezër, Tropojan, Hasian, Kuksian, jam i nderuar, i privilegjuar dhe mbi shpatlla ndjej një përgjegjësi të jashtëzakonshme. Gjatë këtyre ditëve kam parë shumë vende, fshatra. Kam udhëtuar nga një cep në cepin tjetër. Çdo pëllëmb e kësaj krahine është e pasur me histori. Disa ditë më parë patëm në 100 vjetorin e herojit Bajram Curi. Krahina e Kuksit është zemër, është karakter, është qëndres. Qarku i Kuksit ka sakrifikuar dhe luftuar për rini. Qarku i Kuksit ka qenë aty kur Shqipëria ka patur nevojë për guxim, për kurajo e për bindje. A nuk ishte një manifestim i jashtëzakonshëm atë që bëri Kuksi, Hasi dhe Tropoja, duke mikpritur, duke hapur shtëpit, duke hapur dyert e zemrës për vëllezërit dhe motrat tona kosovare. A nuk ishin djem Kuksian,
Hasian, Tropojan, që luftuan edhe për çlirimin e Kosovës. A nuk ishin djem Kuksian, Hasian, Tropojan, që bën sakrificën sublime për të çliruar Kosovën. Por ka takuar edhe shumë njerëz gjatë gjithë kësaj periudhe. Më kanë lënë shumë bresa, do doja të përmendja shumë histori të tyre. Tropoja ka burrat mënshër, të urtë. Dhe Zenuni, një nga këta, më tha, i nderuar Edi, të të përcjell një mesazh, se bën mirë që i rikujton shqiptarëve arritjet e këtyre 12 vjetëve, sepse ato tallavat e orëve të mbrëmjes, të atyre që i shfaqen si analista, turbullojnë sado pak mendjet e njerëzve, megjithëse shqiptarët janë zgjuar. Po Edi, duhet ja thuash Edit, më tha, ka një ndryshim të jashtëzakonshëm që nuk është përmendur gjatë edhe këtyre ditëve. Ka një ndryshim që është i prekshëm, është i ndjeshëm, është i dukshëm. Atmosfera elektorale. A i bani mend tallavat e fushatave me banderola, me pankarta, me muzikë, ndotja akustike pamore? Shikoni sot, jo në Kukës, po në gjithë Shqipërinë. A nuk është Shqipëria europiane me këtë atmosferë elektorale, po ishte për post reformave, më tha Zenuni, energjetik, arsim, shëndetësi, territoriale, kudo, edhe reforma në ndryshimin e mentalitetit. Ju vetë këtu, Kukës në As apo në Tropoj, keni vuajtur shumë nga dasit politike. Më tregonin si histori filmash, kur pala tjetër nuk na konsideronte kundërshtar politik, por na konsideronte armiq. Po dashur miq, jam ulur me demokrat, këtu në Has. Po në Tropoj më bëri shumë përshtypje një veçanti, në takimet e mia, Ndeg, Plan, Tropoj, bashkë me kryetarin e Partisë Socialiste të zonës, vinte dhe kryetari i Partisë Demokratike, vini dhe antar Partisë Demokratike, sepse kanë nevojë për bashkim, jemi të tanë vllazën, dhe kjo është një nga reformat më të mëdha në ndryshimin me ato cilët vetëm përçarje kanë mbjellur. Po kam dëgjuar edhe histori tjera, dëgjova historinë e Hasanit, e Edmirës, që mbas një emigrimi të gjatë në Greqi, u vendosën në Tiranë për të hapur një biznes në kombinat. Dhe mbas 20 vjetësh ishin kthyer për të ngritur një bujtin, kamping në Elshan të Hasit. I admirova ato njerëz dhe dini që më thanë, do kthejmë edhe djemë tanë nga Tirana, sepse bukurit, potenciali i kësaj zone është ende larg së shfryzuari. Shoh një mikun tim këtu që ka ardhur nga Anglia, apo jo Ermal, i cili ka telefonuar dhe ka dashur të interesohet për paketën e maleve. Më kanë marrë nga Gjermania, nga Franca, një djalë që jetonte në Çerem, ku ne përndërtojmë një rrugë që e lidh me pjesën tjetër. A nuk janë këto shenja të një Shqipërie që po bëhet gjithnjë e më tërheqëse? Po lexoja pak ditë më parë një studim turistik për zonën e Tropojës. Ekspertët në vitin 2015-16 të huaj, me shumë eksperiencë, parashikonin që Shqipëria do të kishte 7 milion turista në vitin 2035. Ishin ekspert shumë njohur, ndërkombëtar, certifikuar, testuar në zona tjera, po edhe ekspertët më të mirë, edhe ata
që kanë guxuar të ndërrojnë nuk e kishin parashikuar kur që Shqipëria e vitit 2015 do të ishte krejt ndryshe nga ajo 25-ës, ku ne kemi 12 milion turista. Ëndra e ka hershme e shqiptarëve për një Shqipëri europiane po bëhet realitet. Europë do të thot përkatësi, do të thot dignitet, do të thot përmbërim. E kush mund ta bëjë këtë ëndër të ka hershme realitet përveç se Edi Ramës dhe Partia Socialiste? Eja, Edi dashur, se kuksi kësaj here do të provoj që do të kthej si asnjëherë tjetër. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit gjithëve, edhe faleminderit kujt i shkoi mendja për këtë vendosje, sepse është tamam një sofër kuvendimi edhe na e mundësinë që të flasim njësoj si kur jemi në një sofër. Spari më vjen shumë mirë që jam sot këtu, edhe një falënderim veçantë për këtë kohë fantastike. Dhe besoj që do ma lejoni një udhëtim shumë të shkurtër në të kaluar, kur vija në Kukës në ato fillime, me Limanin edhe me ndonjë nga shokët e tjerë të Kukësit që janë këtu dhe i përshëndes gjithë. Dhe Kukësi ishte një territor i zymt, ku realisht nuk ishte asnjë arsye për të ndaluar, edhe ku realisht çdo gjë rreth e rrotullt thoshte largohu. Ndërkohë që sot, pa diskutim që ky është një qytet tërësisht tjetër. Unë e di shumë mirë që puna jonë nuk ka mbaruar, e di shumë mirë edhe dua t'i siguroj banorët e lagjes 1 edhe të lagjes 7 këtu në Kukës që projekti i transformimit të gjitha lagjeve të këtij qyteti do të përfundojë duke i transformuar dhe ato 2 lagje që kanë mbetur. Dhe besoj që është provë e faktit që jam vërtet shumë i vëmendshëm ndaj Kukësit, sepse mbaj mend edhe numrat e lagjeve, u bë 2-shi, u bë 3-shi, u bë 4-a, u bë 5-a, edhe është 1-shi dhe 7-a që duhen bërë. Ndërkohë që lagja e re është një pjesë e cila po ashtu kërkon adresim, por ajo që ka më shumë rëndësi të thuhet sot është që janë krijuar premisat që edhe Kukësi si qytet, edhe si bashki të hyjë me më shumë forcë në hartën turistike të Shqipërisë. Sot ne kemi një zhvillim që askush nuk e mohon dot, që është zhvillimi turistik i Tropojës. Dhe njësoj si Kukësi, edhe Tropoja, ishte një vend absolutisht i zhytur në zymti kur ne morëm detyrën. Dhe më kujtohet që kur i thoshim në Tropojë që këtu ne do zhvillojmë turizmin, askush nuk e besonte. Edhe nuk kishin faj që nuk e besonin, me thënë drejtën, se për shumë vite i besuan dikujt nga ata të vetët, edhe nuk pan asgjë të hajrit. Ndërkohë që sot Tropoja është në hartën turistike të Shqipërisë. Dhe po ashtu Hasi. Hasi është një tjetër pjesë e rëndësishme e këtij qarku, që është koha të hyjë në hartën turistike të Shqipërisë.
Tani, çfarë konkretisht mbetet për të bërë gjatë mandatit 4 që kjo që po them të ndodhi? Ne dim shumë mirë që këtu ka një potencial të jashtëzakonshëm, qoftë në aspektin e natyrës, qoftë në aspektin e mundësive për investim, falë shumë familjeve që kanë emigruar, që kanë punuar fort dhe që kanë akumuluar kursime. Por, midis natyrës jashtëzakonshme dhe dëshirës këtyre familjeve për të kthyer, për ta rindezur oxhakun e gjyshit, stërgjyshit, qëndron çështja e pronës. Çështja e pronës për shkak se në shumë pjesë të këtij qarku, si edhe në disa pjesë tjera të Shqipërisë, nuk është pranuar ligji 7501. Dhe ndarja e pronës është bërë duke u kthyer në kufit e vjetër. Pra, ka dakordsi mes njerëzve se ku mbaron prona ime, ku fillon prona jote, por nuk ka mbështetje mbi bazën ligjore të Republikës së Shqipërisë për të marrë dhe për ta gëzuar dhe për ta investuar atë pronë. Ne bëm një përpjekje tjetër, bëm ligjin 2020. Dhe ligji 2020 sipas nesh krijon një rrugë për ta mundësuar këtë, por na rezulton jo i lehtë për të zbatuar për shkak se në momentin kur duhet marrë dhe duhet vendosur në hipotek një pronë, duhet mirë kuptimi dhe firma e të gjithë pronarëve kufitar. Dhe aty ku problemi bëhet edhe më i vështirë është pamundësia për t'i gjetur dhe për t'i pasur disponibël gjithë pronarët kufitar, se disa janë në Amerikë, disa janë në Tiranë, dikush nuk firmos etj. etj. Dhe eksaktësisht në radhë parë për qarkun e Kukësit, ne kemi marrë nismën që do t'i shërbejë gjithë Shqipërisë, por ama është një nisëm që e ka marrë shtysën eksaktësisht nga qarku i Kukësit dhe nga dëshira dhe ambicia për t'i dhënë një hof zhvillimor këtij qarku, duke e bërë një nga qarqet më turistike të Shqipërisë, paketën e maleve. Çfarë është paketa e maleve? Paketa e maleve është një korsi me shpejtësi të lartë për të arritur të investosh pavarësisht se të mungojnë letrat e pronës. Si funksionon paketa e maleve? Dikush ka pronën e stërgjyshërve diku dhe do të qeli një sipërmarrje që mund të jetë agroturizëm, mund të jetë agropërpunim, mund të jetë një fermë dhe për këtë çfarë bën? I drejtohet bashkisë dhe i thotë kjo është prona e stërgjyshërve të mi dhe këtu janë edhe fqinjët të cilët e aprovojnë këtë fakt. Bashkia e merr këtë kërkesë dhe ja çon Këshillit Bashkiak. Ndërkohë bën afishimin e këtyre kërkesave që publikohen për gjithë për 30 ditë. Dhe natyrisht bashkia i ka të gjitha mundësitë me njësinë administrative që të hyjë në komunikim me banorët aty ku gjendet kjo pronë, edhe të marri aprovimin e tyre që po, kjo është toka e kësaj familje. Nëse brenda 30 ditësh nuk shfaqet një pretendent tjetër serios, Këshilli Bashkiak miraton kërkesën për zhvillim në këtë pronë. Me këtë kërkesë të miratuar, familja, subjekti
shoqëria që është bërë bashkë, sepse mvaret, mund të jenë pronarët që investojnë, mund të jenë pronarët që lidhen me dikë tjetër sipas dëshirës tyre, bën projektin, shkon në Ministrinë e Ekonomisë dhe bën kërkesën për të marrë në zotrim këtë pronë, për të cilën paguan vetëm €1 dhe merr edhe aprovimin për realizimin e projektit. Dhe në momentin kur investimi është kryer, prona regjistrohet në hipotekë dhe bëhet pasuri e patundshme e asaj familje. Paketa e maleve ka edhe një element tjetër që për 500 aplikimet e para, aplikimet do të hapen pas zgjedhjeve, do të përcaktojmë dhe rregullat, sepse procesi zgjedhor ka ca rregulla që nuk mund të bëjmë nga këto gjëra. Dhe për 500 aplikimet e para që do të aprovohen, nuk do të ketë asnjë taks për 10 vjet. Besoj që kjo do t'ju shërbejë të gjithë atyre që duan të kthehen për të hapur një derë për një agroturizëm apo për të ngritur një fabrikë përpunimit të produkteve bujqësore dhe blegtorale, apo një fermë sipas dëshirës. Thënë kjo, ka dhe një tjetër element që ne do ta vendosim në qendër të vëmendjes në mandatin e 4, që është qyteti i nëndheshëm këtu. Me qytetin e nëndheshëm ne kemi mundësi tani të krijojmë një nga atraksionet më të bukura turistike të Shqipërisë. Dhe kur unë thosha që Tropoja do të bëhet destinacion turistik dhe këtu do vinë shumë turistë, do të jetojnë me turizëm, kuptova që isha një qeverisje komunist që duhet hikja një orë më parë nga Tropoja dhe nuk besonte njeri. Ndërkohë që besoshin një komunist tamam, se unë s'jam, s'kam qenë. Po kjo është temë tjetër. Ndërkohë që sot Tropoja e ka të hapur rrugën e destinacionit turistik, me paketën e maleve do ketë zhvillime të reja, jam i bindur, sepse paketa e maleve për shembull në Tropojë zgjidh edhe problemin e gështenjave, fjala vjen, sipas atyre që janë prona me trashëgimi zakonore, ndërkohë që po ju them sot që potenciali i Kukësit, nëse ne së bashku arrijmë të kombinojmë këto dy gjëra, pra të krijojmë atraksionin duke vendosur në qendër si një magnet qytetin e nëndheshëm, për cilin po përgatisim një konkurs ndërkombëtar për ta kuptuar eksaktësisht se si do të zhvillohet, dhe në konkursin ndërkombëtar do të përfshihet edhe hotel turizmi, dhe nga ana tjetër për të krijuar një sistem mikpritje ku njerëzit jo thjesht të vinë, por dhe të kenë mundësi dhe arsye të qëndrojnë disa net nëpër bashkinë dhe qarkun e Kukësit. Ne mund t'ju them që nuk është as pak e habitshme që në Shqipërinë 2030 Kukësi të arrijë në 1 milion turistë. Si qark. Nuk është një shifër e jashtëzakonshme. Ka zona të tjera që e kanë arritur këtë shifër. Tjetra që duhet të them, duke kaluar tani nga Kukësi tek Shqipëria, dhe duke ju thënë të gjithëve ju këtu, po ju që jeni këtu ju e keni nda menin, duke thënë atyre që s'janë këtu, që unë besoj se 11 maj nuk është një zgjedhje si gjitha tjeret. Në 11 maj nuk është dita për t'u marrë me fanelat e partive, për t'u marrë me ngjyrat partijake, për t'u marrë me historitë e të kaluarës. Në 11 maj është dita
për të marrë një vendim që lidhet me historinë tonë, lidhet me fatin evropian të Shqipërisë dhe shqiptarëve. Në 11 maj është dita që demokratët të bëjnë atë që të tjerët që nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike bën në 22 mars të vitit 1992, kur votuan për Partinë Demokratike, pavarësisht se nuk ishin mbështetës Partisë Demokratike. Votuan për Partinë Demokratike një shumicë e madhe shqiptarësh. Dhe ka që vërtet është kjo që po ju them unë, sa që pastaj në gusht apo në shtator, se nuk e kam sakt si ko, kur zhvilluan zgjedhjet vendore, shumica dërmuese votoi kundër Partisë Demokratike. Por ama ishin dy gjëra krejt të ndryshme. Zgjedhjet e gushtit apo të shtatorit ishin zgjedhje vendore, kush do bëhet kryetar bashkie këtu, kush do bëhet kryetar komune atje. Zgjedhjet e marsit nuk ishin zgjedhje thjesht kush do qeverisi dhe kush do shkoj në opozit. Ishin zgjedhje ku shqiptarët kishin vendin e dur dhe ishin në kohën e dur për të vendosur të mbyllnin një histori të gjatë me një sistem të vjetër dhe të hapnin një histori të re me një sistem të ri. Dhe shqiptarët e bën këtë gjë. Pastaj, në vitet e tjera, Shqipëria ka pas shumë zgjedhje. Gjitha zgjedhjet janë shumë të rëndësishme, nuk diskutohet. Por ama, kjo e 11 majit është e dyta herë nga viti 1990 që shqiptarët shkojnë në zgjedhje dhe ndërkohë që zgjedhin një subjekt apo një subjekt tjetër, marrin edhe një vendim për historinë. A do të hymë në Bashkimin Evropian brenda kësaj dekade? Apo do të humbasim mundësinë historike që kemi përpara syve, sepse Bashkimi Evropian i ka hapur derën Shqipërisë, na ka vënë përpara një plan konkret për të mbyllur negociatat brenda vitit 2027 dhe na ka thënë nëse ju jeni në gjendje ti përmbushni të gjitha kërkesat e negociatave deri në 2027, ne jemi gati të firmosim dhe pastaj Shqipëria të bëhet vend antar i Bashkimit Evropian dhe me Shqipërinë që hyn në Bashkimin Evropian mbaron një mision kombëtar që nismën e vet nuk e ka në vitin 90. Nismën e vet e ka në kohën kur Gjergj Kastrioti ndërtoi barikadën për të na lënë një profeci historike, ai si profeti historisë sonë, për të na thënë që vendi ynë si kom dhe si popull është në perëndim, nuk është në lindje. Dhe qysh atëherë kaluan shekuj, rilindasit e kthyen këtë profeci në një amanet të shkruar, i cili përmblidhet në ato dy vargjet e famshme për ne shqiptarët dielli lind ande nga perëndon. Dhe pastaj kaluan prap kohëra të tjera dhe populli shqiptar vendosi të çlirohet nga diktatura pa udhëheqësa dolën më mbrapa, po pa udhëheqësa u derdh në rrugë edhe pa ja thënë kush në mënyrë të organizuar, nxori nga shpirti atë thirrjen e duam Shqipërinë si gjithë Europa. Dhe qysh se ka nisur historia e transformimit demokratik të Shqipërisë, ne kemi dashur të hymë në Bashkimin Evropian çdo ditë. Por kjo sot është hera e parë që Bashkimi Evropian jo vetëm me fjalë, por dhe me një hap konkret na ka hapur derën dhe na thot po t'jeni zotët, ka përzejeni pragun, ejani dhe bëhuni pjesë e ona.
treni i historisë na ka ndalur përpara syve. Ne e kemi humbë si shqiptar jo një herë, disa herë trenin e historisë. Jo një herë, disa herë, ato që s'na kanë bërë do të huajt, ne ja kemi bërë vetes tonë. Këtë herë, ne i kemi të gjitha mundësit ta shikojmë trenin, ta marrim trenin dhe të gjithë fëmijëve që janë në këtë qytet sot, t'i bëjmë gjën më të madhe që mund t'i bëjmë. Ata nuk kanë mundësi të votojnë. Po kush voton, thot një fjalë e mençur, voton edhe për fëmijët që nuk kanë mundësi të votojnë. Dhe kjo fjalë e mençur nënkupton diçka. Mos shko të votosh si tifoz. Po shko të votosh për interesin e fëmijës tënd. Se kur voton si tifoz, ja jep votën kënetës për Kuksin dhe e lë Kuksin në atë deregje që ne e gjetëm kur morëm detyrën. Kur voton për interesin e fëmijës, votën ja jep kujt ta bën më të bukur qytetin ku ti rrit fëmijën tënd. Dhe interesi i të gjithë fëmijëve sot është që ne të rriturit në 11 maj të bashkohemi dhe të fillojmë punën për të hedhur hapin e fundit që çdo fëmijë t'i japim pasaportën europiane. Dhe pasaporta europiane nuk është, siç thonë disa që nuk dinë se çfarë flasin, një pasaport që ngjan me atë që kemi sot. Ajo që kemi sot është një dokument udhëtimi. Ajo që kemi sot na jep mundësinë që kur shkojmë në një aeroport ta nxjerrim që themi ne, unë jam shqiptar edhe po udhtoj. Ndërsa pasaporta europiane që ne kemi detyrimin në radh parë ndaj fëmijëve tanë që t'ja u japim në dorë brenda kësaj dekade, është një status i ri i shqiptarit. Është një status i ri qytetarie, sepse ne na ka caktuar fati. T'jemi këtu, në zemër të Evropës, po merrni pak me mend, me shekuj tërë, edhe pse jemi një nga popujt më të vjetër këtu në këtë kontinent, kemi mbet populli dorës dytë. Jemi të huaj një hap larg Bashkimit Evropian. Duhet hymë Bashkimin Evropian dhe t'jemi Europian të barabartë mes Europianësh, sepse kjo na takon, sepse këtë meritojnë fëmijët tanë, dhe është fatkeqësi e madhe ta mendosh që prindrit mund të shkojnë në votim edhe t'i harrojnë të gjitha këto, edhe ta hedhin votën në kënet. Është fatkeqësi shumë e madhe. Ta hedhin votën në kënet. Dhe unë po ja them shumë thjesht, kjo nuk është një fushat për karrigen time. Nuk është një fushat për një mandat tjetër të Partisë Socialiste dhe për një qeveri tjetër të Partisë Socialiste. Sepse në të gjitha rastet, siç e shihni dhe nga të gjitha sondazhet që i publikojnë të gjitha llojet e televizorëve që nuk lën gjë pa thënë kundër nesh, Partia Socialiste do t'i fitojë zgjedhjet e 11 maj. Por një gjë është që të fitojë Partia Socialiste zgjedhjet e 11 majt, dhe një gjë tjetër është që shqiptarët në 11 maj të bëhen një shumicë më e madhe se çdo herë tjetër. Për t'i dhënë një fuqi vendimarrëse atyre që do t'jenë shumicë, neve do më thënë, që mos të humbasim asnjë ditë në negociatat me Bashkimin Evropian. Dhe për ta kuptuar këtë, do t'ju marr vetëm 2 minuta. Çfarë janë negociatat me Bashkimin Evropian? Janë 1000 vet nga ana jonë, dje me vajza, me qëra fjala shumica gra dhe vajza, se burrat janë pakic, me qëra lafi,
se besoj që burrat e Kukësit janë shumë të qartë që pa gratë nuk kanë ku shkojnë fare, edhe nga që janë burrat mençëm nuk janë shumica çyryk, kështu që janë shumica gra dhe vajza të ulura në tavolinë me Bashkimin Evropian, 1000 vet janë nga ana e tyre dhe çdo ditë merren me të gjithë sektorët, ekonomia, drejtësia, mjedisi, uji, peshqit, zogj, dhe për gjitha këto janë mbi 250.000 faqe me rregulla, me masa, me kritere, me ligje, për cilat ne duhet bim dakord. Bijem dakord atje, duhet vim këtu dhe duhet t'i kthejmë këto dakordsi në ligje, në vendime, në masa. Tani, një fuqi më e madhe na bën që të mos ngecim në kënet kur shkojmë në parlament. Dhe këtu vite Albani. E dini pse është Albani sot në këtë skuadër? Albani sot është në këtë skuadër pikërisht sepse kur duhej që ne të dilnim përtej perimetrit ton politik, se ndryshe nuk e kalonim dot reformën në drejtësi, Albani ishte një nga ata që thyu rreshtat e anës tjetër. Arsyeja pse ata në fund u dorëzuan edhe erdhën të gjithë në votimin më të parrushën parlamentit. Aty kam pa unë burra me kokën poshtë, kartonin jeshil lart. Sepse nuk e mbanin dot më. Nuk e mbanin dot më peng reformën drejtësi. E pra, ne, prandaj na duhet një fuqi e veçantë në 11 maj. Po ja u përsëris se do t'ishte fatale, do t'ishte vërtet fatale që për mustaqet e kujtim gjuzit ne të humbasim trenin e historisë. Se është realisht për mustaqet e kujtim gjuzit. Gjëja e vetme madhështore që ka në atë kënet madhështore janë mustaqet e kujtimit. Më tregoni gjë tjetër. Më tregoni gjë tjetër. Dhe 2027 është një afat. Pse? Sepse historia e Bashkimit Evropian ka treguar një gjë shumë të thjeshtë. Bashkimi Evropian është një shtëpi pasurish. Dhe dera sa i shtëpie nuk rri hapur. Ti mund trokasësh sa të dush, dera nuk hapet. Ajo derë hapet kur të gjitha ata që janë mren, 27 shtete, bien dakord për ta hapur derën. Dhe ata e hapin derën vetëm kur kanë interes ta hapin derën. Dhe sot ka ndodhur ajo për të cilën unë bashkë me të gjitha ata që më mbështesin kam kaq vite që luftoj. Që nuk është vetëm interesi jonë që të hymë atje, po është dhe interesi atyre që të na marrin atje. Ama, si që ka ndodhur në të shkuar, ajo derë mund të mbyllet. Na kanë dhënë afatin 2027. Nëse ne nuk i plotësojmë kushtet, sepse ndërkohë këtu vim, shkojmë në parlament, del bufi, dalin kukumjaçkat, shfaqet zhapiku, janë edhe ca nga këto insektet e reja, i keni pa këto? Insektet e reja që janë shfaq në përfush, se ata janë më të mëdhenj fare. Ne nuk mund t'i themi Europës shiko se kemi ca probleme se na kanë dalë insektet në shtëpi. Ne duhet të jemi super korrekt. Do ta bëjmë këtë, po do ta bëjmë, Dhe për këtë na duhet fuqia. Vetëm për këtë na duhet fuqia shtuar. Dhe tjetra shumë e rëndësishme që Europa, ajo shtëpi, ato vende duhet ta dëgjojnë shumë qartë mesazhin e popullit shqiptar. Që një shumicë më e madhe se sa shumica që ka mbështetur historikisht Partinë Socialiste është bashkuar për t'i thënë Bashkimit Evropian, boll, ne duam të ulemi brenda aty ku është vendi jon në atë shtëpi. Dhe mos e harroni që në 16 maj, 11 maj janë zgjedhjet. Në 16 maj do të vijë gjithë Europa në Tiranë. Do të vijë Bashkimi Evropian, të gjitha shtetet,
do të vinë dhe gjitha shtetet e tjera demokratike që nuk janë Bashkimin Evropian, që nga Turqia, tek Britania e Madhe, Azerbajxhani, Armenia, Ukraina, e kështu me radhë. Dhe ajo është dita kur ata ta marrin shumë të qartë mesazhin e popullit shqiptar. Tani, juve dëgjoni që ju thonë që ore po të shiko tani ç'është kjo punë kështu. Edi Rama i herë vjen thot timoni, pastaj tepsia, pastaj këneta, më jepni mandat, i dham 3 mandate, do të 4. Edhe 3 mandate si mjaftun për të fut në BE, tash i thot jepni dhe i tjetër. E para punës herë për punën e timonit, juve ju kujtohet në 2017 ju thash, ma jepni timonin që mos kem tjerë në prerë, se ndryshe s'bëhet reforma në drejtësi. Edhe ashtu doli, faktikisht ashtu doli. Nëse nuk do të ishte mbështetja e popullit që na dha ne shumicën vetëm, harrojeni se do binde Shqipëria këtu ku ka ardhur sot. Harrojeni. Harrojeni. E dëgjut një nga ata figurantët e ri që thoshte nëse ne do ta kemi në dorë, do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. E kuptoni jo? Shqipëria duhet shkojmë në BE, ata thonë do shkojmë në zgjedhjet parakoshme. E kuptoni ju se me kë kemi të bëjmë apo jo? Në zgjedhjet parakoshme, përse? Se është hapur vendi, nga që këneta po bëhet gjithmonë më e pa frekuentueshme, është hapa hapësira dhe ka ndalë këto moçalet e reja tash, që duken si pishina. Nuk mundemi dot. Ndërkohë që atyre që e thonë këtë, duhet i thoni, po mirë, Edi Rama, s'pas ka qeni zoti, 3 mandate që të na fusin Bashkimin Evropian. Po Malizi, që i ka filluar negociatat në 2012 përpara se sa Edi Rama dhe Partia Socialiste të vinin në qeveri, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Serbia, që i ka filluar negociatat në 2014 që ne ishim akoma kandidat, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Po Maqedonia, që u bë Maqedonia e Veriut, ndryshoi dhe emrin, dhe që ka qenë kandidate që në 2005-ën, pse nuk është në Bashkimin Evropian? Ndërkohë që kur ne fillum këtë punë, ma besoni, kur i takoja në fillim unë këta Europianët, isha tamam si dikur liceu artistik që isha më i gjati, edhe bënin zhurmë, bënin rumuj, nxënësit ke gjimnastika mjesit, mu më kapshin gjithmonë, hajde këtu. Edhe shkoja në drejtori, unë 2 metra, ata tjerët më të vejlë se unë edhe më shifshin aty si një zdap që si duhet dreqit. Kështu isha unë kur përfaqësoja Shqipërinë në fillim, se për Shqipërinë kishte vetëm bezdi. Ishte një vend që se besonte njeri, se vlerësonte njeri, dhe nuk e llogariste njeri fare. Hiç, që do bëhej me këtë shpejtësi vendi që Serbinë e kemi lënë mbrapa, me Malin e Zi jemi në të njëjtën vi te pragu. Dhe sot ky flamuri kuqezi që ne e mbajmë me shumë krenari, kudo ku shkon, në të gjitha samitet, në të gjitha tryezat ndërkombëtare, rri me po të njëjtën krenari, edhe nuk thot më kush ore, ç'është ky flamuri, kujt është ky flamur. Kështu që shumë është bërë dhe kujt më thot, por për çfarë duhet mandati 4, i them se ka akoma për të bërë, prandaj duhet mandati 4. Dhe më besoni që ne mund ta bëjmë Kuksin, mund ta bëjmë të qark një destinacion të ri, të fuqishëm në hartën turistike të Shqipërisë, nëse ju dhe nëse populli i këtij qarku do të na japi të gjithë besimin për ta bërë këtë, se kjo gjë bëhet bashkë. Dhe në fund, fola për Albanin. Tani duhet të flas për Tropoja. Sepse Shalci tha Albani është gjysmë kuksian dhe gjysmën më të mirë, do më thënë gruan, se gruaja është gjysma më e mirë. Kështu i themi ne nga Partia Socialiste. Gjysma më e mirë është gruaja.
gjysma më problematike është burri, tjetër. Se janë mërzit ca që thonë pse i thotë Edi Rama që gjysma burrave janë çyryk. Tashti që janë, e kupton? Se pse e them unë, jo se janë çyryk si persona në jetën e tyre private, po që kur shoh që 56% e grave dhe e vajzave në Shqipëri mbështesin Partinë Socialiste. Dhe kur shoh që kur vjen puna ke burrat, diferenca është më e ngushtë, tani si i bi kjo? I bi që ajo gjysma që në vend se të shofi nga Europa, shef nga Këneta, ka i problem. Apo ja. Albani ka gjysmën të mirë nga Tropoja. Por, unë du t'i them të gjithë tropojanëve dhe tropojanëve që në ndërkohë, nëse ju shkon mendja të thonë që ore, po si ka mundësi se ne 3 deputet kemi për të zgjedhur. Kemi një nga Kuksi, edhe një nga Hasi. Tashi na keni sjellë një nga Kuksi që ka grur nga Tropoja dhe prandaj do të votojmë? E unë do i them jo. Nuk është shumë. Sepse ndërkohë, një nga Tropoja, 24 karat, e kanë deputet në listën e mbyllur në Tiranë. Se ja u qumë Tjatin 1 herë, 2 herë, 3 herë, Alamet Djali, Petrit Malaj, në njihni të gjithë, mirë po me këflet, ku i t'ja thu? Jo, Këneta. More, ja, ku është Petriti? Jo, Këneta, mirë, dakord. Atere, ne nuk mund të rrim më pa e pas një Tropojan 24 karat në grupin ton parlamentar dhe kemi vënë në listën e mbyllur brezin e ri të një familje me rënjët e me degët në Tropoj dhe me të gjithë respektin që meriton, apo jo? A mërmuj, jenë regull? Regull, pra, unë regull jam me gjithë qërosët, problemi është me ata që i kanë flok të lyme, s'di si të bëj. Ju falenderoj shumë gjithve, me shumë respekt, edhe besoj që Kuksi, Hasi dhe Tropoja i kanë gjithë arsyet që në këtë skuadër të bëjnë zgjedhje mbasi të kenë zgjedh pesën, që pesa është, i themi Bashkimit Evropian, Qepalla. Në vetë se jemi burim